Nga Vlora, Ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro së bashku me kryeministrin Edi Rama po zhvilloi një takim me turoperatorët dhe kryetarët e bashkive bregdetare për përgatitjet e sezonit turistik veror 2025. Ministria Kumbaro theksoi se plani i masave është gati dhe këtë vit do të jenë në funksion 973 stacione publike plazhi. 973 stacione plazhi publike këtë vit. Si asnjëherë tjetër më parë. Bashkuar kjo me rregullin që në çdo 1 kilometër vijë bregdetare, atje ku është e mundur, 300 metra janë publike. Edhe kjo është prap njërisi. Por për të mos qenë vetëm në anën e interesit publik, sepse praktikisht biznesi në fushën e turizmit është motori, është shpatulla e fortë mbi të cilën mbështetet sektori i turizmit, i kemi dhënë prioritet bizneseve të cilët kanë bërë investime të mëdha, investime të qëndrueshme, investime afatgjata që kanë të bëjnë kryesisht me strukturat akomoduese serioze. Prandaj prioriteti është dhënë subjekteve që janë pajisur me struktura akomoduese, hoteleri dhe kategori të tjera, duke ju akorduar numrin e çadrave, çezllongëve, 2 fishin e dhomave që kanë. Nuk ka qenë proces i lehtë, edhe sepse ishte rregull i ri. Në një bashkëpunim shumë të ngushtë me kryetarët e bashkive dhe me ekipet bashkiake, kemi qenë pothuajse në komunikim të përjavshëm dhe ka qenë edhe ky takim kërkesë e kryetarëve të bashkive për të mbledhur gjithë bashkë, po edhe për të shkëmbyer përvojat bashkë me prezencën e disa prej përfaqësuesve të hotelerisë nga Bregdeti, nga Saranda, Vlora, Himara, Durrësi e kështu me radhë. Biznesi kryesor është turizmi qëndrueshëm, ndërsa plazhi mbetet një aksesor që krijon eksperjenca për turistët. Plani masave është gati, task forca është ngritur, tha Ministria Kumbaro. Biznesi kryesor është turizmi i qëndrueshëm. Edhe në respekt të investimeve shumë të mëdha serioze që po bëhen në Bregdet, kur bëhet fjalë për strukturat akomoduese. Dhe plazhi është thjesht një vlerështuar, një aksesor për të krijuar aktivitete të shtuara për turistët. Në këtë kuptim, plani i masave është gati tashmë për sezonin veror, task forca e plazhit që përbëhet nga agjencitë më të rëndësishme në vend, që nga transporti, shëndetësia, ushqimi e me radhë është ngritur dhe po përgatitemi për një sezon që parashikohet jetë më i lartë se çdo sezon tjetër. Në mbyllje, Kumbaro nënvizoi se ndryshimet ligjore rrisin përgjegjësinë e bashkive për menaxhimin e hapësirave publike me fokus te pastërtia dhe masat e sigurisë.